Gjatë stinës së pranverës, fermerët vijojnë me mbjelljet e kulturave bujqësore. Patatja e cila kultivohet masivisht në fushën e Maliqit, po shkon drejt përfundimit të mbjelljes. Gjatë këtij procesi, drejtori i bujqësisë në Maliq, Arben Dulellari, këshillon fermerët të tregojnë kujdes me thellësinë e mbjelljes për ta mbrojtur prodhimin nga dëmtuesit. Gjatë këtyre ditëve ka vazhduar me intensitet mbjellja e kulturës patates, pothuajse është në përfundim dhe fermerët e mëdhenj që kanë bazën mekanike, zetor, traktor dhe makineri, pothuajse e kanë përfunduar, vazhdojnë në sipërfaqe të tjera fermerët të vegjël. Ajo që duhet të kenë kujdes dhe që është vërejtur dhe vitet e tjera, duhet theksuar që të kenë kujdes çik me thellësinë e mbjelljes, për arsye të mbrojtjes nga dëmtuesi tenja e patates, që normale që duhet të jetë në thellësinë çik më të madhe, 2-3 cm më shumë nga ajo e rekomanduar, thellësia e mbjelljes. Sepse gjatë verës kemi patur prezent dhe tashmë tenjën e patates e kemi prezente në fushën e Maliqit. Nuk ka qenë më përpara ky dëmtues, po për shkak të ndryshimeve klimatike është bërë dëmtues real. Dulellari thotë se kjo kulturë vijon të kultivohet në të njëjtat sipërfaqe sikurse vitin e kaluar. Mbjellja e kulturës patates pothuajse është në ato parametra që ka qenë vitin e kaluar. Fermerët nuk heqin dorë kollaj edhe pse ka patur luatje të çmimit këtë vit. Patatja është një kulturë që prodhohet masivisht në rang qarku, me një sipërfaqe të mbjellash prej mbi 2000 hektarësh.